Përzjeni vaj ulliri dhe limon, do trajtoni këto 3 probleme shëndetësore. Për shumë vite njerëzit e kanë përdorur recete natyrale me vaj ulliri dhe limon në mënyrë të shëndetit dhe të trupit. Kjo recetë që konsumohet esëll në mëngjes është një alternativë shumë e mirë për të pasur një shëndet optimal. Mjafton të shtrydhni një limon dhe ta përzjeni me një lugë gjedhe me vaj ulliri dhe ta konsumoni atë rregullisht. Përfitimet e kësaj recete me vaj ulliri dhe limon për shëndetin janë në këto, citon Wellnet. Detoksifikimi i trupit. Përzierja dhe vaji i ullirit në kombinim me limonin është ideale për të pastruar të gjithë trupin. Ky lëng duhet të konsumohet përpara ngrënies së mëngjesit në mënyrë që të funksionojë perfekt. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Mbron shëndetin e zemrës. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore që riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar kolesterolin e keq. Vaji i ullirit largon inflamacionin dhe pajis trupin me vitamina. Gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë kundër kolesterolit. Vaji i ullirit me limon është një recetë natyrale për të ulur nivelin e lartë të kolesterolit në gjak. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve me zemrën. Sekreti i suksesit të kësaj recete kundër reumatizmit qëndron te vlerat kundër inflamacionit. Nëse e pini këtë recetë rregullisht me stomakun bosh, do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot, kjo recetë njihet si lëngu i artë. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër konstipacionit. Vaji i ullirit ka efekte laksative sidomos kur konsumohet me stomakun bosh. Kur kjo recetë natyrale mund të konsumohet në mënyrë të rregullt, do të zgjidhë problemet e konstipacionit dhe do të lehtësojë edhe shqetësimet e tij. Mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e mëlçisë. Kur organizmi mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë mund t'ju vijë edhe vaji i ullirit me lëngun e limonit. Të kombinuara së bashku mund të japin rezultate të mira kundër këtyre komplikacioneve, citoi studimi. Intoksifikimi i organizmit gjithashtu mund të ndikojë ndjeshëm në shëndetin tuaj dhe në funksionet e mëlçisë, sipas të dhënave të Healthline. Duke konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, do të mundeni të përmirësoni kështu shëndetin tuaj të tretjes. Ky lëng është efikas edhe për problemet të cilat lidhen me stomakun, sidomos kur konsumohen esëll në mëngjes. Lëkura, flokët dhe thonjtë gjithashtu mund të kombinojnë edhe përfitimet e tyre për të patur rezultate të mira. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është një recetë ideale për njerëzit që kanë thonjë të brisht, gjithashtu akne dhe çrregullime të pahashit të lëkurës. Ky lëng është shumë i pasur me antioksidantë, të cilët luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe njollat e lëkurës. Vaji i ullirit në kombinim me lëngun e limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbokthin në flok. Duke masazhuar përpara larjes, do të keni gjithashtu rezultate mjaft të mira edhe për duken tuaj të jashtme. Prandaj përdorimi i këtyre përbërësve do të japë rezultate fantastike edhe në pamjen tuaj të jashtme. Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci ose në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është gjithashtu niveli i lartë i yndyrnave mono të pangopura, sidomos të acideve oleike antioksiduesve të ndryshme të tjera. Për shkak të përfitimeve të shumta që sjell në shëndet, vaji i ullirit është të quajtur ndryshe gjithashtu edhe mrekullia mesdhetare. Nëse konsumoni të paktën një lugë çaje vaj ulliri çdo ditë në mëngjes, ju do të parandaloni këto probleme sipas Healthline. Problemet e demantinës. Një nga shkaktarët më të mëdhenj të sëmundjeve të Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru, të cilat mund të ndikojnë negativisht edhe në shëndetin tuaj. Një grup ekspertësh në Universitetin e Louisianës kanë zbuluar se një përbërje fenolike e quajtur oleokantal që gjendet kryesisht tek vaji i ullirit ka fuqinë të kontrollojë nivelet e këtyre aminoacideve dhe t'i spastrojë ato jashtë trupit. Vaji i ullirit gjithashtu është një produkt shumë i mirë kundër problemeve të radikaleve të lira.
Vetite e vajit të ullirit ekstra të pastër janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira, të cilat mund të shndrojnë edhe dëme të mëdha të trupit tuaj. Vaji i ullirit është një zgjedhje shumë e mirë për personat të cilët kanë edhe ulje të niveleve të sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit nga personat që vuajnë nga diabeti tipi 2 i ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit si dhe ndihmon në rregullimin e tensioneve të gjakut. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për sistemin tuaj imunitar. Antioksidantët e vajit i ullirit do të mbrojnë sistemin imunitar nga infeksionet. Vaji i ullirit do të mbrojë zemrën dhe ndihmon edhe në balancimin e niveleve të kolesterolit. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët duan të bien nga pesha, duke i ndihmuar ata të kenë një trup perfekt. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive për zemrën, por edhe për mrekullitë që bëjnë për trupin shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes vaj ulliri, në mënyrë që të merrni këto përfitime. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e intjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti shumë të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues neutral kundër këtyre shqetësimeve. Nëse doni të përmirësoni peshën tuaj trupore dhe të humbisni kilogramet e tepërt, shtoni vajin e ullirit me patjetër në dietën tuaj. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e pasur me vaj ulliri ka dhënë prova dhe efekte pozitive për peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 30 vjeçar, të cilët treguan se vaji i ullirit ndihmoi dukshëm edhe në betejën kundër kilogramëve të tepërt. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese gjithashtu edhe për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit në dietën tuaj mund të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Vaji i ullirit gjithashtu do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të kockave. Vaji i ullirit do të ndihmojë njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden kryesisht te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit, të shkaktuara kryesisht nga artriti. Gjithashtu vaji i ullirit është një zgjedhje shumë e mirë në zvogëlimin e inflamacioneve. Pasurimi i dietës suaj me vaj ulliri e ushqen gjithashtu edhe fal acideve yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionet në trupin tuaj. Nga ana tjetër ndihmon në parandalimin ose edhe shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, të shkaktuara kryesisht edhe nga inflamacionet. Vaji i ullirit është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të zorrëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj të zorrës, përfshini vajin e ullirit në dietën tuaj. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të ulçrave. Vaji i ullirit është provuar se lufton baktere dëmtuese disa prej të cilave mund të jenë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të ndihmoni shëndetin tuaj të tretjes dhe të mbani larg gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë edhe në betejën kundër luhatjeve të sheqerit. Vaji i ullirit i shtuar çdo ditë në dietën tuaj do t'i ofrojë organizmit më shumë vlera energjike dhe gjithashtu një mbrojtje efikase kundër këtyre komplikacioneve. Të mirat që vijnë nga vaji i ullirit janë të larta, ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të
plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.